Allo? Përshëndetje kryetar. Allo? Përshëndetje. Përshëndetje kryetar. Përshëndetje Arden. Përshëndetje Arden. Kënaqësia e veçantë ju kam drejt për drejt, shpresoj që nuk po ju pengoj. Asnjëherë Arden shumë pengon. Ndërpritet takimin për më përgjigjet vlerësh, Më vije mirë. Më trego si është disponimi. Do të garoni edhe një mandat në viti apo jo? Ajo është vullnet të qytetarëve, nëse e vrejse qytetarët kanë vullnet në vazhdu, në rujt vazhdimësi, në punëve të mira, progresin në vitin, unë jam i gatshëm natyrisht. Në fakt ndjel shova një poll me 30 telefonata, ku i pyeta se si do të votonit, kush do ta fitonte vitin. Edhe interesant ishte rezultati. Po? Nga 30 telefonata morët 18 telefonata. Shumicën absolute telefonatave i morët. Kështu që besoj që nëse vlen ndonjë matje kjo që e bëjon kështu drejt për drejt, sa për gallat ishte shumë interesante. Por besë, të them drejtë nuk e pas në po dhe pse shumë mirë përcjellje, po megjithatë po vjen mirë shumë që vlerësimi i qytetarëve paska qenë real. Më vije mirë. Nuk është mirë dhe krejt absolute me mërë Arden, po shumë Jo, me rëndësi është për shkak. Te xhamia tek Pozhorani në Viti. Më kanë thënë që është një rrugë e cila është premtuar që një kohë gjatë ka qenë projektuar. Do të jetë këtë vit apo si është ideja atje? Arden, unë analizova kërkesën në qytetorit apo vërejtëm, si do që quheni, edhe natyrisht unë përshëndes qytetorin nga Pozhorani me të drejtë kanë ngritë, por vetëm me saksi me mujtë më na tregu, po çelëm rrugë bëhet fjalë, se si njerëz i gjeografisë vitinje të gjitha rrugëve dhe rrugicave, që i kemi punuar me një mënyrë dëshiroj me ditë a bëhet fjalë për këtë devastimin e rrugës magjistrale që ka kryer magjistrale që vërtet është po tordhën keq në gjithë Pozhoranit, apo se është ofër xhamisë natyrisht, apo është për një rrugicë tjetër për cilën ofër mes xhamisë dhe varrezave në kemi posë probleme me prunën, do të thotë, pa transferu pruna nga pruna private në publike, komuna nuk ka të drejtë investimi. Dhe na ju kena dhënë mundësi edhe në këtë rast qytetarëve që vërtet bojnë logje të reja dhe zhvilluan që po ndodh shpesh me bon transferimin e prunës pranë drejtërisë për katastër. Në qartë mirë. E kuptova të pyes edhe unë banorën nëse kanë bërë transferimin në pronës apo jo, dhe pastaj do të shoh. Vetëm i thonë nëse në pronë jemi okay, ne kemi potencialet dhe mundësit me rregullu rrugën për shkak se pak na kanë bërë rrugica të plagjeve, edhe kemi mundësi edhe buxhet. E kuptova. Kemi edhe planifikim. Në qartë. Faleminderit shumë kryetar kënaqësie veçantë që u pata drejt për drejt. Patjetër, respekt. Do të nisi sot ko pollin shpejt mish, kthehemi në studio, nuk do të marr më shumë zyrtar për sot, do të nisi pollin, dua pak telefonata me kush do ta fitonte prizën.